Edhe kjo është mas e qartë, qysh se prej fillimit tregohet që gjitha veprimet qeveria është duke i ndërmarrë që vendin ta çojë në zgjedhje. Nisemi prej deklaratave. Fillimisht kuvendin, qeverin, buxhetin, marrëveshjen ndërkombëtare dhe pastaj presidentin. Nuk ka pas asnjë qëllim, asnjë veprim serioz, në mirë besim, në bashkëpunim që vendit me dhënë stabilitet institucional dhe të kemë stabilitet politik. Ky nuk është rishikim. Çka po thoni ju? Këtu nuk ka rishikim për komunat. Këtu nuk ka rishikim për organizatat buxhetore. Këtu është asnjëherë që 26 vjet pas lufte asnjëherë diçka të tillë s'kum po. As mos pofsha. Se keq është. Ço po thoni? Po tregu mirë krejt qartë nga vinë mjetët, thoni shton edhe një 122 milion paros publike, anë mundësin që mënyrë abuzive, ta bëjmë keqpërdorimin e paros publike për me thjeshtësu, ta bëjmë blerjen e votës përmes paros publike. Edhe këtë në një procedurë të përshpejtuar. Prandaj bazuar në gjitha veprimet paraprake, për shumë ligje, për shumë procedura, që nuk kemi tregu bashkëpunim, seriozitet, janë në kundërshtim edhe me gjithë transparencën, llogaridhonjen, procedurat që sjellën ligjën kuvend, grupi parlamentari i Partisë Demokratike të Kosovës nuk e mbështet.